Domethënë që ka qenë edhe kryefjalë globale që ka përmendur dhe Elon Musk, që unë jam fan shumë i madh, domethënë që ty të krijon nga një foto, ty të krijon një video të animuar, domethënë perfekte, shumë interesante. Sikur ne jemi tash këtu në studio dhe të shkruajmë let's play basketball, edhe ta animon duket mjaft origjinale. Pra po shikojmë këtë, domethënë ku ka po shkon inteligjenca artificiale që të ndikojë pikërisht pra deri diku edhe në ndryshimin paka shumë të realitetit. Shiko se kjo dallohet, nuk është se domethënë ne me anë të syrit tonë domethënë nuk arrim ta kuptojmë ndryshimin që bën inteligjenca artificiale, por unë dua të filloj çik të prek të pjesën e diellës, domethënë. Patjetër që do ta prekim. Ministri i Shtetit inteligjencë artificiale, unë e kam përmendur deri diku, domethënë diellën mund ta prek në dy fronte, domethënë në dy anë të një medalje. Gjëja e parë dhe kryesore, ideuar dhe krijuar nga kryeministri Rama, kjo solli pikërisht pra një impakt madhor të marketingut digital global. Që do thot pikërisht e gjithë bota u çudit, u habit dhe që kryefjalë globale dhe e mediave international, pra ndërkombëtare, që një Shqipëri kaq e vogël, domethënë, të krijojë si mund të themi një avatar ose një ministre inteligjencë artificiale që tregonte domethënë që dhe ne jemi, edhe ne sigurisht po, do ta prek edhe në anën tjetër, pra kjo ishte ana para medaljes, një boom madhor i marketingut digjitale, çoi Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, një vend kaq i vogël me potencial të madh, domethënë, ku të gjithë të kuptonin se çfarë bëhet edhe këtu. Sepse edhe në Shqipëri ka të rinj të apasionuar startupe të ndryshme të cilët ideojnë, eksperimentojnë inteligjencën artificiale dhe nuk është se ne jemi vend terciar apo një vend i tretë si shtojnë pikërisht pra liderët e Bashkimit Evropian etj. Ana tjetër, nëse do kapim pjesën e prokurimeve, transparenca, tashi një inteligjencë artificiale po ta marrim si ide, është një gjuhë matematikore ose një gjuhë algoritmike që nuk gabon. Nuk dua të prek më tej, pra nuk dua të vazhdoj më tej se çfarë ndodh, por si koncept, domethënë të botës digjitale. Është një gjuhë matematikore, nuk gabon, subjekte të ndryshëm, të cilët pikërisht pra në bazë të një kriteri konkurrojnë. Dhe po ta shikojmë se çfarë bën inteligjenca artificiale. Në fjalimin e saj në parlament, të parin dhe të fundit që e kemi parë në parlament, Diella u shpreh që nuk është parë që makineritë të shkelin kushtetutën. Njerëzit me veprimet e tyre çnjerëzore e shkelin atë. Po pra, është ajo ide. Aty u ngritën pastaj të gjithë pyetjet që do i shtrojmë. Që jemi inteligjencë natyrale, sepse unë pa bëjt që për batut të inteligenca naturale që jemi ne dhe inteligenca artificiale, ne kemi edhe pjesë tonën inteligencën emocionale. Sigurisht. Që ndikon pikërisht pra ndikon në situatën e disa gjërave, ndërsa inteligjenca artificiale nuk gabon. Është një gjuhë matematikore, transparenca. Nuk gabon në çfarë aspekti? Nuk gabon. Ne si jemi ekspert po. Jo, ja, unë jam inxhinier fizikan biomjekësor që i fokusuar ke inteligjenca artificiale. Sepse për ligjin unë di dhe për mjekësinë që nuk rekomandohet tashmë dhe përdorimi i absolutisht. Jo, është ke shumë të drejtë mjekësore është ndaluar paktën. Nuk është inteligjenca artificiale vetëm të marrim këshilla mjekësore ne. Kjo është bazike, sepse nëse si jep këshilla mjekësore dhe ligjore, atëherë nuk mund të thuash që nuk gabon ligjërisht ose nuk e shkel kushtetutën. Shiko, edhe diçka, nëse në kushtetutë ke disa pika apo klauzola. E para po flasim për një robot që nuk është subjekt i sistemet se dua të kap këtë gjë. Nëse ke kushtetutën apo legjislacione, klauzola të cilët janë specifike, gjatë së cilës këto do aplikohen nga inteligjenca artificiale në mënyrë saktësore dhe rigorose, do të japi zgjidhjen e problemit bazuar në këto klauzola. Ligji nuk është rigoros. Nëse do ishte lexim ligji, flas për pjesën që e njoh më mirë, nëse do ishte një lexim i thjeshtë i kushtetutës dhe i ligjit, çdo kush e lexon, çdo kush mund ta kuptojë deri diku dhe çështja do mbaronte aty. Nuk do kishim nevojë në asnjë lloj diskutimi dhe debati ligjor, gjykata, prokurori, mbrojtje, akuzë, dhënie drejtësisë dhe shumë zhvillime të tjera që ka drejtësia me qindra vite, me mijëra vite, jo me qindra vite. Unë desha të ndërhyj vetëm pak. Dakord jam me ty. Pra përkthimi i ligjit nga një pajisje artificiale ose nga një qenie artificiale nuk është kaq e lehtë, është e komplikuar. Dhe në debat filozofik është racionale dhe automatike. Domethënë është respektive dhe sakt, nuk gabon.